probleme akuzu Lëvizja Vendosje zotin Haradinaj, pse zoti Adem Hoxhić bëhet pjesë e grupit parlamentar duke qenë afërt me lisën serbe, përdërisa pak më herët ai e priti në zyre e zoti Kurti, zotin Adem Hoxhić edhe e luti që të bëhet pjesë e koalicionit me të për ta votuar qeverinë. Do thotë nëse bën zoti Kurti të bashkëpunoj me të, pse nuk bën një subjekt tjetër politik. Edhe pse në parim askush që ka pas lidhje me lisën serbe dhe nuk është distancuar në bazë veprimeve në veri edhe atij sulmi terrorist që ndodhi atje edhe gjithë aty në bandave kriminale, nuk do duhet t'i japej mundësia që të jetë as në Parlamentin e Kosovës, e jo të jetë pjesë e një grupi parlamentar, e jo sidomos me dikën që ka dhënë shumë për këtë vend edhe e kalumi atij na flet shumë. Ajo që duhet ju pyes është edhe një deklaratë e ministrës në detyrë të punëve të jashtme Donika Gërvalla, të cilën e ka dhënë pak ditë më parë tek emisioni Këndi i debatit në TVN.